Vetëm 18% të pronave në vend janë të regjistruara në emër të femrave, ndërsa 82% figurojnë në emër të meshkujve, një tregues i qartë i pabarazisë gjinore në të drejtat e pronësisë. Avokatja Elona Mone, intervistuar nga Blu Televizion, theksoi se në këtë situatë ndikon ndjeshëm mungesa e informacionit ligjor, sidomos në zonat rurale. Kjo nis që nga fakti i mënyrës se si personi është bërë pronar i një objekti të caktuar, një pasurie të paluajtshme, dhe arrin pastaj tek fakti që ajo certifikohet në emër të burrave. Unë mendoj që kjo i ka bazat që në rënjën e problematikës, duke pasur parasysh që gjatë gjithë kohës mashkulli është parë si një forcë kryesore në shoqëri, ka punuar më tepër, janë njojtur më tepër të drejta në krahasim me femrat sa i përket punës, veprimtarisë, ekonomisë, të ardhurave, kursimeve dhe tjerë, dhe ka qenë kjo forca mashkullore, le të themi, për të realizuar edhe sa i përket çështjeve të pronësisë, për të kaluar një pronë në emër të vet. Ndërsa sa i përket femrave janë parë si një gjini më pak e dobët për të realizuar të drejta pronësie, duke pasur parasysh se ka qenë gjatë gjithë kohës më tepër e sunduar nga gjinia tjetër, dhe vetëm tani trendi ka ardhur duke u rritur që edhe femrat tashmë të krijojnë të ardhurat e tyre, të vetë punësohen dhe të arrijnë në standardin e të pasur një pronësi tashmë në emrin e tyre. Mungesa informacionit është në një shkallë shumë të lartë. Në Shqipëri ne mundohemi si juristë që të japim informacion sipas rasteve që na vijnë normalisht në zyrat tona, duke i njohur të drejtat që ato kanë, por mungesa e informacionit është e madhe, e thellë, dhe duhet patjetër që gratë informohen në mënyrë të vazhdueshme se cilat janë të drejtat e tyre në kuptim të pronësisë dhe në kuptim për më tepër të bashkëpronësisë. Mone shpjegon se kjo ndodh për shkak të mentalitetit të trashëguar ndër vite, ku meshkujt janë parë si forca më e madhe dhe si ata që kanë punuar më shumë, ndaj pronat zakonisht regjistroheshin emrin e tyre. Megjithatë, sipas saj, situata po ndryshon pasi gjithnjë më shumë gratë po arrin të kërkojnë të ardhurat e tyre dhe të blejnë pronën në emër të vet. Pavarësisht lëvizjes masive që kanë pasur populli shqiptar drejt emigracionit, dhe ndoshta kjo e ka arritur pak atë pavarësinë apo vetpunësimin, mundësitë dhe të ardhurat që mund të krijojë femra, por prap mentaliteti ndikon, pasi ne shikojmë shumë familje shqiptare të cilat prap për pronën që ata blejnë, kjo pronësi, kur nuk janë sigurisht të martuar, sepse nëse një pronë blihet gjatë martesës, kjo kalon automatikisht në bashkëpronësi midis të dy bashkëshortëve, por kur nuk janë të martuar, janë në bashkëjetesë apo janë në fazat e para të njohjes, sipas traditës dhe mentalitetit, kjo pronë kalon në emër të partnerit, pra të mashkullit, le të themi. Kjo ka të bëjë më tepër me testamentin, sesa me trashëgimin, sepse trashëgimia nuk njeh ndarje midis femrës apo mashkullit. Trashëgimia është e barabartë në bazë të pasardhësve që ka lënë trashëgimlënsi, ndërsa sa i përket testamentit, njihen praktika, por shumë të rralla në vendet rurale kryesisht. Pabarazia në pronësi mbetet një nga pasqyrat më të qarta të endekut mes gjinive në Shqipëri, edhe pse gratë po fitojnë terren në tregun e punës dhe po arrin pavarësi ekonomike. Realiteti në regjistrat e pronave tregon se rruga drejt barazisë është ende e gjatë.